Me një pamje panoramike të 10 fshatrave koordinor nga Patosi në Mallakastër, rruga e vjetër Fier-Ballsh po rindërtohet. Rruga ka një gjatësi rreth 50 kilometra dhe lidh mirë banor, duke filluar nga zona e quajtur transport në Patos deri në fratar të Mallakastrës. Te kjo rrugë nuk kishte ndërhyrë prej vitesh, ndërsa amortizimi i këtij segmenti kishte krijuar probleme dhe për bizneset e zonës. Ai ishte valëzuar me gropa. Po bëjë 67 vjet bëjë, gjithmonë me rumit, 67. Që në 67 s'është vendor me. Po vendor njëri me këtu. Po. Tash do rregullohet më shumë, do ngrihet biznesi, sepse u rregulluar rruga do vinë më shumë kiniem. Po, do kalojnë njerëzit. Po do kalojnë për qef. Vinë emigrantë, vinë të hoja të vinë. Me rindërtimin e rrugës, banorët presin rigjallërim ekonomik. Ku vinte një njeri këtu te lokaliteti ndër me familjen, nuk vinte me. Nga rruga. Nga rruga. Se është këtë të tirë këtu. Këtu nuk dilja do. Tani ju prisni që këtë gjallëri shumë. Vjen nga Tirana deti kalon. Sepse lokalet këtu ofrojnë edhe ushqim tradicional apo jo? Bio. Ky investim i ri pritet të risjell gjallëri në zonë, duke shtuar edhe vizitorët në parkun arkeologjik të Bylesit.